Deri me tani nëpërmjet një aparature të tillë kanë arritur të krijojnë pajisje të thjeshta nga plastika, të cilat sapo montohen krijojnë mekanizëm mbështetës për aparatin e kafes. Natyrisht gjithçka funksionon sapo të fusësh një euro në të. Se për çfarë shërbejnë printera tridimensional na njofton Lek Zherka, koordinator në hapësirën krijuese bën vet në Gjakov. Një printer është një makineri e cila shërben ka përdorim të ndryshëm, domethënë është përdorimi i dizajnimit ose i prodhimit prototipeve të ndryshme, mundet më përdor për arsye personale, domethënë më printu diçka prej formave të cilat mundemi mi dizajnu, cilët përdoren për dizajnin e modeleve 3D. Interesimi për përdorimin e printerëve të tillë dita ditës po rritet. Ne i ofrojmë kemi 4 3D printera momentalisht në hapësirë, i cilët i ofrojmë për publikun, domethënë për shfrytëzim. Printimi është fatmirësisht shumë i madh. Momentalisht i kemi diku rreth 90 anëtar të cilët në baza ditore punojnë me 3D printer, domethënë i dizajnojnë modelet e veta dhe printojnë diçka. Shumë shpejt nëpërmjet trajnimeve të cilat do mbahen në këto hapësira, të rinj do të mësojnë se si të montojnë vetë printera të tillë. Do të fillojmë me klasë 3D printit nga java që vjen. Klasa do t'i ketë në hapësira për student, profesori do të vjen nga Prishtina dhe është një klasë ku do të mësohet se si dizajnohet një model 3D, domethënë përmes programit SolidWorks, i cili është një program shumë i njohur për ndërtimin e linjave prodhuese dhe më shumë përdorohet për dizajnin e CNC-jave dhe do të mësojnë pjesën e 3D-s, po ashtu do të mësojnë se si ta ndërtojnë një 3D printer personal. Leka mendon se printimi tridimensional do të bëhet diçka e zakonshme në një të ardhme të afërt në Gjakov dhe se do të ketë një ndikim të madh në shoqëri.